gjithmonë është politik do vinë, mos ki më rak të politika do vinë. Mos ki më rak. Po ja vlen 2 minuta të aserojnë. Pra do më thonë, duke qenë se masa e pezullimit ishte vënë, po themi, në rrezik, në pikpyetje, me kërkesën në gjykatën kushtetuese, SPAK-u nxitoi që të kërkojë ndryshim mase, thotë jo. Kështu është kërkesa. Ndryshim mase, jo mase e re për një hetim tjetër. Ndryshim mase. Ndryshim mase. Që do të Nuk është tamam kështu. Tash kjo është informacione zyrtare pra. Jo, ndryshim ka Jo, kërkuar. nuk është pse ti duhet të shet ja duhet të zotin Çuçi këtu që erdhi para apo pas. 1 minutë. Kërkesa ka ardhur pa u shprehur për pezullim. Çuçi tha një fjalë, në fillim edhe këtu e mora spuntën. Kërkesa nga SPAK-u ka për ndryshim mase, pra është marrë një masë dhe duhet ta ndryshojmë. Nuk ka ardhur për një masë të re përveç asaj. Pa ardhur vendimi për pezullim. S'ka rëndësi fare më burrë edhe herë, që kuptojmë gjën. Një masë ishte, po dia pa ta shpjegoj. Ishte marrë një masë, unë vetë kam pas pa qartë. Do të tregoj që kishte frikë se rrezoi kjo masa, ta merremi ndryshe të marrim masë tjetër, thot Banjani. Okej. Është lexuar dhe kështu. Pas ka thonë SPAK-u, nuk e dija këtë. Dhe kjo ka rënë, Kjo është ai që thotë në gjyqi qëllimeve. Jo, dhe kjo ka rënë se sot Belinda Balluku nuk është më ministre. Mime kjo është pra sot që ne kemi marrë këtë vendim, kemi një fakt 2 masa atëherë. Publik të ditur tashmë që Belinda Balluku nuk është më ministre. SPAK ka vepruar njësoj pothuajse si në rastin e Sali Berishës. Kërkoi detyrim paraqitje, fiks, rasti Sali Berishës është fiks. Meqense Berisha nuk e refuzoi atë, tash ku më kërkes po fiks. Dhe në këtë rast, përsa ka pezullimi ra, se unë kështu të paktën e kujtoj që ra pezullimi pas kërkesës kryeministrit. Atëherë nga natë çon kërkesën për ndryshim mase, pas kanë thënë ndryshim mase. Ja pas kanë futur dhe vetes. Nuk e dija që e kanë bërë këtë gaf. Nuk më çuditë, se bëj gafa edhe më të rënda. Nuk më çudit fare domethënë. E kupton, po kjo temë tjetër. Domethënë edhe një herë. Po konfirmohet dyshimi që kisha se kanë çuar kërkesë për ndryshim mase që do të thotë për inat ti ankohesh në gjykatë. Unë prit. Nuk është hera parë që e bëja, kanë bërë Rion Belis ashtu. Sa herë ankohet në apelaj, ta ki qesin i përgjim. Kështë vërtet, ajo akuzohet për gjë tjetër. Të po na tregon. Por kjo është fjala tani, bleta më. Ky është deputet antar i komisionit. Unë kam parë ai 3-5 faqe është publik, e kam parë unë atë. Po lema publik është antar i komisionit tani. Nuk flet më përgjithësi këtu. Zoti Çuçi bi dakord vetë që në rastin e dytë Zoja Balluku akuzohet për gjë shtesë. Kërkesë. Po. Jo, Maria, nuk thashë. Nuk e dëgjoj fare. Jo, nuk ka gjë shtesë, se kjo është element shumë i rëndësishëm. Ky është element. Nuk ka asnjë akuzë të re, asnjë akuzë. Asnjë hetim të re. Shto nuk ka kjo ka intimi, nuk ka akuzë intimidimi. S'ka, është një rrethane e re. Apo pikërisht rrethane e re e cila nuk ka justifikim. Pse nuk na bën kushtetuesi ka thënë. Pse ankohesh ti? U bëre ti të ankohesh. Ta SPAK-u ti kërkon llogari kryeministit pse ankohesh. Kjo është gjyqi qëllimesh apo jo? Ti kërkon që drejtësia ka lëvizur politikisht në këtë rast. Pse ankohesh në gjykatë? Po interpreton ti pra. Jo, kështu e kanë thënë zyrtarisht. Kështu e kanë thënë zyrtarisht. Pse ankohesh në gjykatë se unë të kërkoj imunitetin? Ky është interpretimi që i bën ti. Po kështu e kanë shkruar, më kërkesë për ndryshim mase. Nuk ka bërë mas të re. Majani, po gjete këtë ditë. Nuk ka bërë mas të re. Po shikoj, fal. Po gjete shkruar që SPAK-u thotë pse ankohen gjykat. Po gjete. Jo, po më mirë, po kjo është konkluzioni. Kjo është konkluzioni. Ky është konkluzionin. Po kjo është interpretimi jot. Po sigurisht, po i kujt është? I Hanës, së qiellit, po jemi pra, unë jam duke fol. Dhe po të them që jam shumë afër të vërtetës. Dhe ta shpjegoj pse. Se e bëjnë rregullisht këtë gjë, atë që s'do më e besuti. Sa herë anko, po ta them pra, po të them raste, dhe po t'i nominoj. Ankohesh te Ron Velie, take për Gjoshin Burg, ata i çiçin te CNA. Është e paligjshme kjo? Është e paligjshme kjo? Totalisht e paligjshme, sepse është privilegji, është telefon konfidencial e zotëri. Ç'mund ka media madhe? Si? Çai duhet medias se ka jo ta dish ta mësosh se ndoshta mund të jesh të rrethonë larg qoftë. Vazhdojmë më tej. Po ja kanë bërë Sali Berishës kështu. Po, ma ja kanë bërë Sali Berishës, refuzoi, për më ka dalë nëse kanë ndodhur të gjëra, refuzoi të zbatonte atë detyrimin e paraqitjes, erdhi në parlament, fiks si 2 pika ujë thanë mirë, ne ta fusim këtu. Atë parashikon në kodin e nuk ka parashikon ka kod që ti nuk zbaton vendimet e gjykatës edhe s'të ndodh asgjë. Patjetër do ja jap ju. Bash bim dakord në shumë gjëra. Nuk ka kod në rrezull në hapësirë demokratike që të legjitimoj hakmarrjen. Është marrje, nëse nuk zbaton një masë ndodhet masa, çfarë po thua? Çfarë po thua ti më? Hakmarrja nuk ka ligj. Nëse nuk zbaton vendimin e gjykatës, rëndohet masa apo jo? S'është vërtet.
s'është vërtet, më. Domethënë unë se zbatoj Ishte vendin e gjykatës dhe s'më Jo, gjen jo, asgjë. tham pse shkon gjykatë, pse ankohet. Përsimi masave të sigurisë Manjana, është përsimi masave të sigurisë. Është përsimi masave të sigurisë kur ti refuzon në qëllim. Jo për arsye kushtetuese. Ose afos gjykat tashti. Okej. Ai nuk ishte ik drejtësisë. Po kërkonte interpretim Vendimi i kushtetues tjetër. sotëm, i Çfarë po flisni majorancës. tani? Vendimi i sotëm i Partisë Socialiste për të mos lëshuar imunitetin e zonës Ballokut. A duhet ta pranoni të vërtetën fiti, me thonë drejtën. Unë pranoj të fol tash se më ndryp. Është e vërteta që duhet pranoj fitimin. Ja, këtë që të thonë, është e vërteta që nëse vend dyshim. Se deri tani po vërej që jetë duke interpretuar dhe interpretimet janë, po edhe s'janë të vërteta, nuk e dim. Do ta shohim. Po, hajde të gjejmë ty, shohim se mos e keti. Hajde tani gjejmë interpretimin tënd. Po, mendimi më shky që Jo mendim, jo interpretimin. Ti s'ke një interpretim përballë kësaj që po them unë. Ti ke një mendim. unë kam një interpretim, me që do interpretim. Po ku e ke? Fakti që ti ke një mas A, ti nuk respekton masën A, je detyruar të përballesh me një mas B. Kush tha që nuk e respekton më? Është anku në gjykat, më po kërkon interpretim. Jo, në rastin e zonë Nuk është vullnet, po edhe Berisha më kishte shku në gjykat më zot. Rasti i dytë, Kishte shku në gjykat, ishte me firma deputetë. Të lutem. Po tani çfarë po ta them? Rasti i dytë.